Nëse do të kthehemi te aksidenti, kemi të bëjmë me një ngjarje tragjike. Aktualisht Instituti Mjekësisë Ligjore po harton 2 akte ekspertimi. Akti I parë konsiston në akti që përcakton se kemi të bëjmë me shkaqe mjekësore, pra dyshohet për një atak kardiak, pra kjo do përcaktohet në mënyrë shkencore nga Instituti Mjekësisë Ligjore. Gjithashtu do përcaktohet edhe një akt tjetër që quhet ekspertim toksikologjik që përcakton nëse kemi shkaqe të tjera, si mund të ketë qenë dhe niveli I alkoolit. Nëse do të kthehemi te pjesa dinamike e aksidentit, duket që ky drejtues mjeti ka qenë duke qarkulluar në korsinë e emergjencës, pra vjen nga korsia e qarkullimit normal, hyn në korsinë e emergjencës, dhe fillimisht ky drejtues mjeti godet një bordurë anësore. Në momentin që godet të bordurë anësore, kjo bordurë kthen këtë mjet në rrugë. Po ky drejtues mjeti në këtë moment nuk reagon përsëri, pra ka qenë I pavetëdijshëm në momentin që ka ndodhur përplasja e parë. Dhe pasi ka ndodhur përplasja e parë me bordurën, ky automjet vazhdon lëvizjen drejt dhe vazhdon godet në mënyrë ballore pjesën e guardrailit metalik. Nga ana tjetër, pjesa e barrierës mbrojtëse metalike ka qenë jashtë kushteve teknike, pjesa e mbylljes së saj, ndoshta dhe rruga ka qenë në ndërtime dhe nuk ka përfunduar gjithë aksi rrugor, por mospajisja e saj me elemente sigurisë, konkretisht mbyllja fundore e saj ka bërë të mundur që guardraili të depërtojë tepër te automjetit dhe duke sjellë aksident. Më pas ky mjet I shërbimit transport publik përmbyset në rrugë duke sjellë dhe gjithë aksidentin. Duke vënë nëse do marrim konsiderat dëmtimet që ka psuar barriera metalike, shpejtësia që ka zotruar ky mjet në çastin e goditjes, qoftë me bordurën apo me barrierën, është konsiderohet e rreth 100 km/h. Kjo është shpejtësia që mund të ketë pas ky drejtues mjeti në çastin e goditjes. Pra aks rrugor është për te tabelës apo jo, në aksin ku ka ndodhur aksidenti, sa është tabela aty? Se nuk e di këtë pjesë. Ai segment rrugor është në rrugë në ndërtim, por ne 140.1 ta klasifikojë këtë segment rrugor si autostradë, shpejtësia do jetë rendi 130 km/h. Por nuk bëhet fjalë sepse shpejtësia ka ndodhur, aksidenti ka ndodhur për shkak të shpejtësisë, por ka dyshime që mund të ketë bënë edhe me shkaqe shëndetësore. Dje kanë kontaktuar familjarët e të nderit dhe drejtuesi I mjetit ishte ankuar pasagjerëve që nuk ndihej shmikja drejtimit të mjetit. Ndoshta ka dhe indicje, por ajo që të jetë një indicje që me drejt policia e mendojnë që mund kemi të bëjmë me shkaqe shëndetësore është se në momentin që automjeti godet bordurën, ai nuk reagon për të shmangur goditjen e barrierave, por mjeti vazhdon lëvizjen drejt dhe drejt, pra ka qenë I pavetëdijshëm në momentin e ndodhjes qoftë goditjes parë dhe goditjes dytë. Ndaj dhe ka dyshime që mund kemi të bëjmë edhe me shkaqe shëndetësore. Okej. Inxhinier, faleminderit për analizën për këtë aksident, po ta ndalim pak sepse mua thash dhe në hyrje që kjo periudhë për fatin e keq, për shkak të shtimit të përdoruesve të rrugës, edhe ata që nuk e njohin ndoshta akset rrugore në Shqipëri dhe turistëve, dhe tje kemi një shtim të aksidenteve. Çfarë policia thotë gjithmonë bën një plan masër gjithmonë policia rrugore, por për fatin e keq gjithmonë, janë të pashmangshme aksidentet, nuk kemi çfarë të bëjmë, por çfarë mund të bëjmë që të minimizojmë sa më shumë këto aksidente? Me pasoja fatale flasës, se aksidente që gërvishen 2 mjetë, thyen 2 hekura, 2 xhama, nuk është një problem, po puna është tek fatalitetet. Sipas të dhënave statistikore që ka nxjerrë stati kohët e fundit për periudhën 5 mujore, pra nga janari deri në maj të vitit 2026, alarmante është situata në Tiranë. Në Tiranë? Në Tiranë është situata alarmante, që do të thotë për janar-maj 2025-ën kemi pasur 157 aksidente. Janar-maj 2026, pra pas një viti, aksidente nga 157 që kanë qenë, shkojnë në 235. Pra kemi një rritje të aksidenteve me 7-8. Nëse ta shprehim përqindje I bie rreth me 50%. Po. Por këto nuk janë thjesht numra, sepse në aksident kemi pasoja, ka humbje jete, ka të plagosur. Nëse do ta përkthejmë këtë se sa është rritur numri I pasojave nga 2025 në 2026, gjithmonë për 5 mujorin e parë, në 2025 gjithmonë të dhënat nga një stat. Në 2025 kemi pasur 209 pasoja që janë humbje jete dhe të plagosur, në 2026 jemi në 290. Pra, numri aksidenteve në Tiranë ka shifra rekord.